E rënd, babai gjen trupat e pajet të 2 fëmijëve në Shqipëri. Autoritetet zbulojnë se i vrau nëna e tyre. Një nën vrau 2 fëmijët e saj të moshës 5 dhe 7 vjeç në një krim të tmerrshëm që tronditi New Jersey të martën. Djemtë u gjetën të vdekur nga babai i tyre kur ai u kthye në shtëpi pasdite. Sipas informacioneve, 2 fëmijët u mbytën për vdekje nga nëna e tyre 35 vjeçare. Sipas të njëjtave burime, 35 vjeçaria kishte lënë edhe një shënim në të cilin rrëfeu planifikimin e vrasjes brutale, ndërsa shprehte qëllimin e saj për të kryer vetvrasje. Megjithatë, deri më tani nuk dihet ende se cili ishte motivi për vrasjen e fëmijëve të saj. Nata Arjan, shkrimi së cilës ishte i zbrazët në foto pas arrestimit të saj, akuzohet për vrasje të shkallës së parë dhe posedim të armës së shkallës së tretë për qëllim të paligjshëm.